fat keq sot dësmundjet cilat kanë qenë në vendet tjera, sidomos në vendet arabe, kanë fillu pasaj tek smundje që ka të bën me mësimin e fesë apo drejtimin në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ka qenë edhe në vendet tona, kjo lloj smundje ka qenë, ndoshta pak është zbehtë, por tu tash në Gjermani sidomos me të madhe e shehrinin të umar me dietarët e botës islam. Wallahi nuk din me lexu Kur'an, ose nëse din të lexojnë Kur'an, nuk din diçka përmendsh apo s'din të xhvit. Imagjinati kur një gjahil, cilit me jahek elhamit ato fethat dhe kesrat, nuk din të lexone. Zhitet për dietarët më të mëdhej të botës islame, ti paragjikone, thotë kifar dietari Othman Khamisi është bidatçi, ai tjetri Abdulaziz Trefi është kështu, ai kështu. Wallahi nuk është ajo vrima ku vendohen ato si xhimat tek kpuca, nuk meriton të jetë e atyre dietarëve.